shoqërisë Prizmës. U bën disa orë që në një prej takimeve që ka presidenti Trump dhe gazetarët e akredituar në Shtëpinë e Bardhë, pësuan një ato që mund të konsiderohen atentate, po se tentativa për atentat, se praktikisht ishte një tentativë, jo atentat. Atentat është kur ai afrohesh, përfundon, bile plagos ose dështon ose edhe vret, ky është atentati, tentativë për atentat, mendohet se është tentativë të një mësuesi, i cili kishte mbaruar edhe për inxhinieri në dinin time, atë dhanat e para, i regjistruar si simpatizant dhe si kontribuent i Partisë Demokratike Amerikane. Kjo gjinet me njëherë, sepse janë në për librat dhe referent pikrish këtij elementi, Amerikanët e kanë shumë të qartë. Nuk mund të ketë thjesht antar partie me librezën, por kontribuentët që janë, njerëzit e regjistruar si të tillë, i cili megjithëse i ftuar në jashtë aktivitetit, po i pranuar deri në pa hyrë në kontrollin e detektorëve, bën një ndërmarrje të rrezikshme, i armatosur, edhe me thika por edhe me armë, dhe do që të hyjë në pjesën pikërisht aty ku është detektori me një vrapim të çmendur, qëllon, plagos një për aty në erojeve dhe arrin pastaj që të kapet për ty, të izolohet. Ishte një marrëzi, tentativë e marrë nga ana e tij, gati e dëshpëruar. Dhe pastaj sigurisht kaosi në një protokoll shumë të pa për mua i pagoditur. Merrin pjesë edhe presidenti dhe zëvendës presidenti, edhe presidenti Trump edhe Vance, të dy në një vend, mund të kishte prokuror, shefi FBI-s, personalitetet të mëdha aty brenda, shumë element tjerë, por për të tjerë nuk po interesohem. Presidenti dhe në presidentin në një aktivitet, nuk e di, duhet të kontroll shumë të madh. Nëse nuk ka ndodhur asnjë gjë, e kanë çarmatosur, bile presidenti Trump ka dhënë fotografitë e para. Dhe pastaj po të lexosh komentet në CNN ose Fox News ose shumë elemente të italianë, gjerman, të fillojnë pastaj teoritë konspiracioniste, akuzojnë vetë Trumpin që organizon vetë këto punë se do që të largojë vëmendjen nga element tjerë, i shton atentatet vetes për të marrë famë dhe element tillë që e quajnë skenar, regji e tilla, po imagjino të një skenar regji se edhe Facebooku këtë muhabet kanë, edhe këta kaq shumë pjesë e konspiracionit, sa këta e kuptojnë konspiracionin me njëherë dhe konspiracioni realizohet me 100 kamera, 1000 vetë dhe 100 agent sigurimi. A imagjino të sa mund të marrët konspiracioni me 2000 vetë. Këta janë marrëzirat, mëse Facebooku dhe njerëz të marrë që nuk kanë punë tjetër dhe merren me këtë punë. Që regjia, që kështu thonë edhe para Apollo 13, regji nuk kanë shku në hanë, kanë bën tokë, regji, kinematografi hollywoodiane, marrëzira të tilla, nese. Gjithçka mund të ketë regji, po që të kuptohet kaq shumë regji, të luhet me kaq shumë njerëz, imagjino sa mund të mash konspiracion kur pjesëmarrës aty mund të jenë 100 vetë. 100 vetë roje sigurie. Ka që regji paska sa të rush sekretin 100 vetë edhe në 100 kamera. Edhe çdo celular që është brenda, kupton? Edhe për më tepër 1000 vetë aty. Çfarë konspiracioni mund të mash nesër? Ideja se funksionojnë këto në Facebook, ja deshit largonte atentatit, nuk është e para herë që i bëhet atentat presidentit Trump. Amerika ka bërë gjithmonë atentate, ka vrarë presidenta, ka plagosur 3, ka vrarë 2. Por ajo që mund të them, unë krash këtyre konspiracioneve të mëdha dhe debateve në Facebook. Facebooku është pjesa më kreative e ignorantëve dhe budallëve. Domethënë Facebooku i ka dhënë demokraci të marrët kaq shumë sa gati ai duket sikur zotron botën. Në të vërtetë pas ka zotruar botën gjithmonë, por Facebooku, në një çmenduri, idiotët edhe ignorantët e kanë sunduar botën,
Por Facebooku tash ju ka dhënë demokracinë, ju ka dhënë lirinë për të shfaqur dhe për të dhënë mendimet e tyre dhe për të peshuar mendimi i tyre idiotesk. Pa ju futur teorive konspiracioniste, pa besuar Facebookun edhe pa besuar realizimin e skenarëve regjive hollywoodiane, ose pa besuar mirë edhe ke shërbimet sekrete, ajo që mund të them unë ka një diçka. Ato njerëz gjithmonë që bëjnë atentate, gjithmonë i takojnë një modelit krau politik, i takon gjithmonë të majtës. Ne kemi pas disa atentatorë të majtës, Mishtim Keta për shembull, Vasil Shanto, edhe shumë element tjerë, sigurisht Qazim Cirilami këtu në Shkodër, janë të majtë. Vetë kreu i atentateve të Shqipërisë, Avni Rustemi ishte një i majtë. Ai që ka vrarë, edhe që sot e kështë ditë të thoni, Amira bëri e mërë, nese, popujt janë gjakësor, kanë qefë që të vrasësh. Mira bëri, kjo ishte tratari, ja lujti Zotin e vrau, i mori jetën se ndryshe nuk ndalohesh nga rruga, kështu thonë edhe për sot, duhet vrar filani, qas thonë, një pjesë tonë për një që është në pozit, tjetër tonë për një që është në pozit, një që është për kriminist, dhe po se vrave thët nuk e heqë nga rruga, nese, e kanë zakon. Por Avni Rustemi ishte një deputet i kraut majtë, edhe u kthye në atentator, në vrasës. Duke vrarë Esat Pashën, person shumë më i njoftër se sa Avni Rustemi, a ju bë i njoftër. Funksionon edhe sot ajo, mjafton të çosh dorën, të bësh një diçka të tillë, kryesh një atentat, bëhesh i njohur në gjithë botën. Për më tepër drejtësia franceze e liroi se ta ka punuar për atë dheun e vet. Imagjino një vrasës, që në fundit vrasës është, sa do tradhtar qofte ai tjetri aty, ky mbetet vrasës. Po kështu funksionojnë, po ishte një i majt. Pastaj e mbushi me plot majt atentator, dhe kur vritnin gjatë pushtimin, ishin komunist, dhe vritnin ndoshta nuk e di, fashistët, bashkëpunëtorët të fashizmit, edhe normalisht ishin të tillë. U krijuan shumë edhe mbas. Normalisht një majt ishte edhe ai që qelloi me Kennedyn, me konceptet majta, pro-ruse, pro-sovjetike, po themi. Të majt ishin edhe një pjesë e atyre që kanë bërë atentatet, i majt ishte edhe ai që vrau pikërisht atë agitatorin e jashtëzakonshëm amerikan para një vjetit. Të majt ishin dhe këta, demokrat ishin një pjesë të regjistruar Partinë Demokratike që i kanë bërë atentate presidentit Trump. Me këtë duhet të them që e majtat vet, edhe kur bëjnë të dhunshëm, të vrasin. Por ata që janë kthyer në fashist, sigurisht të majt kanë qenë nacional-socialist. Pra, e djata mirë fillt nuk ka njerëz tillë. E majta e nxjerr vazhdimisht. Edhe normalisht që unë nuk dua ta anoj as majtas as djathas, po në të vërtet ai që merr përsipër të vrasin ka probleme të mëdha. Ka probleme të mëdha, sido që të jetë puna. Një që merr përsipër të vras, i majt është edhe Sali Berisha. Ka vrarë 4 veta në bulevard. Edhe shumë tjerë. Edhe me këtë e mbyll diskursin. Pse është një folk bolshevik, i vrau ata në bulevard. Edhe kur është i korruptuar, vret, si në Gërdec. Pikërisht pse është i majt. Pse është folk bolshevik, folk stalinist, nuk ka rëndësi, është një i majt. Edhe prandaj vret. Dakord, miqtë mi. Sigurisht që është tentativë për atentat, sigurisht që edhe mund të jetë pjesë konspirative, sigurisht që edhe mund mos tjetë, që është shumë e vështirë të jetë konspirative me kaq shumë njerëz, me kaq shumë kamera, me kaq shumë. Po nganjëherë konsiderohet konspirative dhe bëhet konspirative dhe sikur dali që s'është konspirative, pikërisht bëhet konspirative që gjithë thonë është konspirative, ajo mund të jetë edhe e vërtetë. Në këtë lloj tollovie edhe në këtë lloj gjendje epileptike që ka bota, sidomos me politikën, sidomos me kohën e sotme, në modelin është shtuar informacioni, po në vend të shtohet informacioni normal, është shtuar informacioni jo normal, ai fake, i gënjeshtër, i manipuluari, është shtuar shumë. Në këtë pikë, çfarë t'ju them, ndash të jetë konspirativ, ndash regji, ndash skenar, ato duken gjitha. Në kamera janë gjitha, të gjitha duken.
Tash se çfarë konspiracioni mund të ketë kur gjitha janë kamera, këtë tash e din vetëm konspiracionistat e Facebookut. Dakor, miqtë e mi.